Yjet kanë një mënyrë të çuditshme për të projektuar rrugët tona jetësore, duke na dhënë tipare që na bëjnë unik, por edhe duke na vënë përballë sfidave që shpesh duken të pakapërcyeshme. Kur flasim për dashurinë, ne shpesh kërkojmë atë shpirtin binjak, personin që plotëson çdo boshllëk tonin dhe që na bën të ndihemi të sigurt. Por, çfarë ndodh kur universi ka plane të tjera? Çfarë ndodh kur tërheqja magnetike që ndjeni për dik nuk është asgjë tjetër, veç se një paralajmërim për një stuhi që po vjen? Marrëdhëniet toksike nuk fillojnë kurrë me debate apo tradhti. Ato fillojnë me buzëqeshje, me premtime të mëdha dhe me atë ndjenjën e euforisë që vetëm dashuria e re mund ta japë. Megjithatë, astrologjia na mëson se disa kombinime shenjash janë thjesht të destinuara të krijojnë fërkime. Nuk është se një shenjë është e keqe në thelb, por kimia midis dy personaliteteve të caktuara mund të shndërrohet në një helm të ngadaltë që gërryen vetëvlerësimin dhe lumturinë tuaj. Për të kuptuar se kujt nuk duhet i besoni, duhet së pari të zhytemi thellë në natyrën e elementeve. Zjarri, toka, ajri dhe uji nuk bashkëveprojnë gjithmonë në harmoni. Zjarri mund të thajë ujin, por uji mund ta fikë atë. Toka mund të mbytë zjarrin, ndërsa ajri mund ta shndërrojë një flakë të vogël në një zjarr shkatërues. Këto metafora natyrore reflektohen çdo ditë në debatet tona në kuzhinë, në xhelozitë e pashprehura dhe në distancën emocionale që krijohet pa kuptuar. Shpesh, partneri më toksik për ju është ai që ju njeh pikat më të dobëta dhe i përdor ato, ndoshta edhe pa vetëdije, për t'ju mbajtur pranë vetes. Ky është kurthi i vërtet. Besimi është themeli i çdo lidhjeje. Por kur ky besim thyhet nga një shenjë që ka prirje drejt manipulimit apo paqëndrueshmërisë emocionale, dhimbja është e thellë. Le të fillojmë analizën tonë me ata që udhëhiqen nga pasioni i zjarrt. Dashi, luani dhe shigjetari kërkojnë vëmendje dhe intensitet. Por çfarë ndodh kur kjo dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes përplaset me nevojën për kontroll të një shenje të tokës si demi apo bricjapi? Këtu fillon drama. Një dash mund ta shohë stabilitetin e demit si burg, ndërsa demi mund ta shohë impulsivitetin e dashit si tradhti ndaj sigurisë së tyre të përbashkët. Ky lloj tensioni nuk është thjesht një mospërputhje karakteresh. Është një recetë për një lidhje ku njëri partner ndihet gjithmonë i kufizuar dhe tjetri gjithmonë i pasigurt. Dhe pastaj janë shenjat e ujit, gaforja, akrepi dhe peshit. Ata ndjejnë gjithçka në nivele që të tjerët as nuk mund t'i imagjinojnë. Për një akrep, besimi është gjithçka. Nëse një binjak, i paqëndrueshëm dhe gjithmonë në kërkim të risive, hyn në jetën e një akrepi, rezultati mund të jetë katastrofik. Binjakët e duan lirinë e mendimit dhe komunikimit, ndërsa akrepi kërkon përkushtim total dhe depërtim shpirtëror. Kur binjakët fillojnë të fshehin detaje të vogla, jo domosdoshmërisht me qëllim të keq, por thjesht sepse u duken të parëndësishme, akrepi ndjen tradhti. Këtu lind toksiciteti. Akrepi fillon të kontrollojë, binjakët fillojnë të gënjejnë për të shpëtuar nga kontrolli, dhe cikli vazhdon deri në shpërthim. Në botën moderne, ne jemi të bombarduar me mesazhe që thon lufto për dashurinë, por astrologjia na jep një perspektivë tjetër. Njihe veten dhe njihe tjetrin. Të dish se kujt nuk duhet i besosh, nuk do të thotë të kesh urrejtje, por të kesh vetëdije. Ka disa njerëz që, pavarësisht se sa shumë i duam, thjesht nuk mund të na japin atë që na nevojitet për të rritur. Përkundrazi, ata bëhen pengesa jonë më e madhe. Ky tekst do t'ju udhëheq përmes labirintit të horoskopit, për të identifikuar atë person që mund të jetë helmi juaj i ëmbël. Ne do të zbërthejmë çdo shenjë, do të shohim se si ato dashurojnë dhe si ato lëndojnë. Do të mësoni se pse një peshore mund të jetë toksike për një virgjëresh, ose pse dy luan në një dhomë mund të krijojnë një luftë për pushtet që shkatëron gjithçka rreth tyre. Mbi të gjitha, ky udhëtim ka të bëjë me mbrojtjen e zemrës suaj, sepse në fund të ditës, yjet mund të na tregojnë rrugën, por jemi ne ata që duhet të vendosim se cilin udhëtar do të mbajmë pranë vetes në këtë rrugtim të gjatë dhe të vështirë të jetës. Mos i besoni verbërisht pasionit. Shikoni përtej tij, tek elementet, tek planetet udhëheqëse dhe tek e vërteta e thjeshtë që fshihet pas datës së lindjes. Zbulimi i partnerit tuaj më toksik nuk është një proces i lehtë, pasi shpesh ky person është pikërisht ai që ju tërheq më shumë. Është ajo tërheqja e të kundërtve që na bën të bijem në dashuri me njerëz që janë pasqyra e pasigurive tona më të mëdha. Kur një ujor, i ftohtë dhe racional, takohet me një gafore emocionale dhe nostalgjike, fillimisht mund të duket si një ekuilibër perfekt. Ujori sjell logjik, gaforea sjell ngrohtësi, por me kalimin e kohës, nevoja e gafores për konfirmim emocional të vazhdueshëm fillon të ndihet si një barë për ujorin që vlerëson pavarësinë mbi gjithçka. Ujori fillon të largohet emocionalisht, gjë që e bën gaforen edhe më kërkuese.
Ky është momenti kur besimi vdes dhe fillon toksiciteti. Ju duhet të kuptoni se toksiciteti nuk është gjithmonë i zhurmshëm. Ndonjëherë është një heshtje gjatë, një ignorim i nevojave tuaja, ose një mënyrë fine për t'ju bërë të dyshoni në realitetin tuaj, gaslighting. Disa shenja janë mjeshtre të kësaj loje pa e kuptuar as vetë. Prandaj, ky tekst do të shërbejë si një manual mbijetese emocional. Psikologjia e tërheqjes fatale. Përpara se të hyjmë në emrat konkret të shenjave, duhet të kuptojmë pse ne tërhiqemi pas helmit ton. Në astrologji, kjo shpesh lidhet me pozicionimin e Plutonit dhe Lilithit në hartën ton lindore. Por në nivelin e horoskopit të përgjithshëm, ka të bëjë me elementet që na mungojnë. Një person që ka shumë planet në shenjat të tokës, shpesh do të kërkojë dëshpërimisht dikte e elementit të ujit për t'u ndjerë i gjallë emocionalisht. Por, nëse ky ujë është shumë i turbullt, ai mund ta kthejë tokën tuaj në baltë, duke ju bërë të humbni stabilitetin dhe vlerat tuaja. Toksiciteti nuk është gjithmonë dhunë. Shpesh është një mospërputhje e ritmit të jetës. Kur ju ecni me shpejtësinë e dritës dhe partneri juaj kërkon të qëndrojë në vend, krijohet një fërkim që djeg çdo ndjenjë të mirë. Besimi vdes kur kuptoni se tjetri nuk po përpiqet t'ju kuptojë, por po përpiqet t'ju ndryshojë që t'i përshtateni botës së tij. Dashi dhe lufta për dominim. Dashi është shenja e parë e zodiakut, pionieri, luftëtari. Për një dash, dashuria është pushtim. Por kush është partneri që mund ta kthejë këtë energji në një makt? Ai është shpesh gaforja. Në fillim, dashi mahnitet nga butësia dhe kujdesi i gafores. Duket si porti i qetë pas betejave të përditshme. Megjithatë, shumë shpejt, natyra mbrojtëse e gafores shndërrohet në posesivitet. Dashi kërkon liri dhe aventurë, ndërsa gaforja kërkon siguri shtëpiake dhe vëmendje konstante. Kur dashi haron të telefonojë sepse është i zënë me një projekt të ri, gaforja nuk reagon me zemërim të hapur, por me tërheqje emocionale dhe fajsim pasiv-agresiv. Kjo është pika ku besimi thyhet. Dashi fillon ta shohë shtëpinë si një burg emocional dhe partnerin si një person që përdor lotët si armë. Ky kombinim mund të zgjasë me vite, por me koston e humbjes së identitetit të dashit. Demi dhe kurthi i sigurisë së rreme. Demi vlerëson besnikërinë dhe stabilitetin mbi gjithçka. Partneri më toksik për një dem është shpesh ujori. Ujori është i paparashikueshëm, i drejtuar nga intelekti dhe idetë e mëdha, shpesh duke i lënë pas dore nevojat fizike dhe materiale që për demin janë jetike. Demi dëshiron të di se ku do të jetë pas 5 vitesh. Ujori nuk e di se ku do të jetë pas 5 minutash. Toksiciteti këtu lind nga ftohtësia e ujorit. Sa më shumë që demi përpiqet të afrohet dhe të krijojë një rutinë, aq më shumë ujori largohet për të ruajtur lirinë e tij. Demi fillon të ndihet i pavlerësuar dhe i rënd, ndërsa ujori e sheh demin si të prapambetur dhe mbytës. Besimi te një ujor është i vështirë për një dem, sepse ujori i përket botës, jo një personi të vetëm. Binjakët dhe pasqyra e dy fisht e manipulimit. Binjakët janë shenja e komunikimit dhe dualitetit. Ata kanë nevojë për stimulim mendor. Partneri që mund t'ua nxjijë jetën është akrepi. Kjo është një marrëdhënie e bazuar në një tërheqje seksuale dhe mistike të jashtëzakonshme, por që shndërrohet në një lojë mendorësh shumë të rrezikshme. Akrepi kërkon intensitet dhe sekretet më të thella. Binjakët, nga ana tjetër, janë sipërfaqësor në kuptimin e mirë të fjalës, u pëlqen larmia dhe duan të ndajnë gjithçka me të gjithë. Akrepi fillon të bëhet xheloz për çdo bisedë të binjakëve, ndërsa binjakët fillojnë të ndihen të vëzhguar në çdo hap. Toksiciteti arrin kulmin kur akrepi fillon të përdorë informacionet që binjakët i kanë dhënë në mirëbesim për t'i goditur aty ku dhemb më shumë. Një binjak nuk duhet i besojë kurrë verbërisht një akrepi që nuk ka punuar me anën e tij të errët. Gaforja dhe ftohtësia që vret shpirtin. Për gaforen, partneri më toksik është shpesh shigjetari. Gaforja ndërton mure për të mbrojtur zemrën e saj të brisht, ndërsa shigjetari jeton për të shembur mure dhe për të vrapuar drejt horizontit. Në fillim, gaforja dashurohet me optimizmin e shigjetarit, duke shpresuar se ai do ta nxjerrë nga guaska e saj. Por shigjetari e ka shumë të vështirë të kuptojë nevojën e gafores për rënje. Një fjalë e pamenduar e shigjetarit, të cilët njihen për sinqeritetin e tyre brutal, mund ta lëndojë gaforen për javë të tëra. Toksiciteti këtu është i heshtur. Gaforja qanë në dhomën tjetër, ndërsa shigjetari as nuk e kupton që ka thënë diçka të gabuar dhe del me miq. Kjo mungesë empatie e perceptuare e bën gaforen të ndihet plotësisht e vetmuar brenda marrëdhënies. Luani dhe beteja për fronin. Luani ka nevojë të admirohet. Partneri më toksik për të. Britsjapi.
Kjo është një përplasje e dy titanëve. Luani dëshiron shkëlqim, fest dhe shprehje të hapur të dashurisë. Briciapi është i disiplinuar, i ftohtë dhe i fokusuar te kariera dhe statusi shoqëror, shpesh duke e parë nevojën e Luanit për vëmendje si fëmijërore. Briciapi mund të fillojë ta kontrollojë Luanin përmes kritikave të vazhdueshme dhe uljes me këmbë në tokë. Luani, i cili lulëzon nga lavdërimet, fillon të ndihet i vogël dhe i parëndësishëm. Ky është një partneritet ku Luani humbet shkëlqimin e tij natyral dhe shndërrohet në një hije të vetvetes, duke u përpjekur të fitojë miratimin e një briciapi që nuk kënaqet kurrë. Virgjëresha dhe rrethi vicioz i kritikës. Virgjëresha kërkon perfeksion dhe rregull. Partneri që mund ta çojë drejt një kolapsi nervor është peshit. Edhe pse janë shenja të kundërta që teorikisht plotësojnë njëra tjetrën, në praktik, kaosi i peshëve mund të jetë toksik për virgjëreshën. Peshit jetojnë në ëndra, premtojnë shumë dhe shpesh harrojnë t'i mbajnë ato premtime. Virgjëresha, e cila mban shënime për çdo detaj, fillon të marrë rolin e prindit ose sekretarit. Ajo fillon të pastrojë rëmujen, si fizike ashtu edhe emocionale, që lën peshit pas. Toksiciteti lind kur virgjëresha kupton se po mban mbi supe të gjithë peshën e realitetit, ndërsa partneri i saj noton në botën e tij, duke u paraqitur si viktim kur virgjëresha më në fund shpërthen në kritika. Peshorja dhe kurthi i harmonisë me çdo kusht. Peshorja është shenja e ekuilibrit, bukurisë dhe drejtësisë. Ajo kërkon paqe dhe do të bënte gjithçka për të shmangur një konflikt. Por partneri më toksik për një peshore është shpesh virgjëresha. Në pamje të parë, të dyja këto shenja vlerësojnë rregullin dhe estetikën, por aty ku peshorja kërkon bukuri dhe diplomaci, virgjëresha kërkon saktësi klinike dhe kritikë të vazhdueshme. Toksiciteti këtu është shumë i hollë. Virgjëresha fillon të korrigjojë çdo veprim të peshores, nga mënyra si vishet deri te mënyra si flet. Peshorja, në dëshirën e saj për të mos prishur qetësinë, fillon të gëlltisë pa kënaqësitë. Ky gëlltitje e helmit bën që peshorja të humbas zërin e saj. Ajo pushon së pasuri mendime të veta dhe shndërrohet në një pasqyrë të asaj që partneri virgjëresh kërkon. Ky lloj manipulimi përmes përmirësimit është një nga format më të rrezikshme të toksicitetit, sepse maskohet si kujdes. Akrepi dhe rreziku i pasionit shkatërues. Akrepi është shenja e intensitetit ekstrem. Për një akrep nuk ka rrugë të mesme. Ose është dashuri deri në vdekje, ose është indiferencë totale. Partneri më toksik për një akrep është shpesh Luani. Kjo është një luftë titanësh për pushtet dhe kontroll. Luani kërkon të jetë në qendër të vëmendjes së botës, ndërsa akrepi kërkon që Luani të jetë vetëm i tij, në një izolim emocional total. Kur Luani kërkon admirimin e të tjerëve, akrepi e sheh këtë si tradhti. Kur akrepi bëhet misterioz dhe i mbyllur, Luani e sheh si një sulm ndaj egos së tij. Toksiciteti këtu shfaqet përmes dramave madhështore, skenave të xhelozisë që zgjasin me ditë dhe një dëshire të ndërsjellë për të thyer tjetrin. Besimi te ky çift është si një xham i thyer që tentohet të ngjitet çdo ditë. Sapo dikush lëviz, dikush tjetër pritet dhe gjakoset. Shigjetari dhe burgu i premtimeve të pambajtura. Shigjetari është shpirti i lirë, kërkuesi i së vërtetës dhe i aventurës. Partneri që mund ta kthejë jetën e tij në një ferë emocional është Demi. Demi kërkon që shigjetari të ulet në divan, të paguaj faturat në kohë dhe të mos ndërrojë për udhëtime të papritura. Demi përdor stabilitetin material dhe emocional si një zinxhir. Shigjetari fillon të ndihet i mbytur. Çdo ide re e tij pritet me një jo, ose me një analizë të ftohtë financiare nga Demi. Toksiciteti këtu lind nga ndjenja e fajit. Demi e bën shigjetarin të ndihet i papërgjegjshëm, ndërsa shigjetari e bën Demin të ndihet i mërzitshëm dhe i vdekur brenda. Ata fillojnë të jetojnë dy jetë paralele. Shigjetari gënjen se ku po shkon për të shmangur debatin, dhe Demi fillon të kontrollojë telefonin dhe llogarinë bankare. Besimi zhduket dhe zëvendësohet nga një mbikëqyrje konstante. Briciapi dhe akulli që nuk shkrihet kurrë. Briciapi është i orientuar drejt qëllimit dhe suksesit. Partneri që mund ta nxjerrë plotësisht nga shinat është binjakët. Për briciapin, koha është para dhe fjalët duhet të kenë peshë. Binjakët, nga ana tjetër, flasin shumë dhe shpesh ndryshojnë mendje brenda orës. Për një briciap, ky është kulmi i jo besueshmërisë. Ai fillon ta shoh partnerin binjak si një fëmijë të papjekur, ndërsa binjakët e shohin briciapin si një diktator të ftohtë. Toksiciteti këtu manifestohet përmes heshtjes ndëshkuese. Briciapi mund të mos flasë për ditë të tëra si mjet kontrolli, duke e bërë partnerin binjak të ndihet në ankth dhe i pasigurt.
Kjo lojë e macja me miun e lodh psikologjikisht partnerin më të dobët, duke i hequr çdo gëzim të jetës. Ujori dhe mbytja në emocione të tepërta. Ujori ka nevojë për hapësirë mendore dhe liri për të eksploruar konceptet humane. Partneri i tij më toksik është shpesh akrepi. Megjithse të dy janë shenja fikse, mënyra se si e shprehin këtë është diametralisht e kundërt. Akrepi kërkon një bashkim shpirtëror që kufizohet me obsesionin, diçka që për ujorin është e tmerrshme. Akrepi fillon të dyshojë te ftohtësia e ujorit, duke interpretuar atë si mungesë dashurie ose tradhti. Ujori, nga ana tjetër, e sheh intensitetin e akrepit si një formë çmendurie ose kontrolli primitiv. Në këtë lidhje, ujori fillon të ndjehet sikur po humbet mendjen, pasi çdo veprim i tij analizohet dhe përkthehet nga akrepi si diçka e errët. Ky është një partneritet ku liria mendore vritet nga dyshimi i vazhdueshëm. Peshqit dhe humbja në mjegullën e tjetrit. Peshqit janë empatik dhe shpesh sakrifikojnë veten për të tjerët. Partneri më toksik për ta është dashi. Dashi është i drejtpërdrejtë, i zhurmshëm dhe shpesh i pamëshirshëm në ndjekjen e dëshirave të veta. Peshqit, që kanë nevojë për butësi, e shohin energjinë e dashit si një sulm konstant. Dashi e humb durimin me pavendosmërinë e peshqve dhe fillon të marrë vendime për ta. Peshqit, në vend që të kundërshtojnë, tërhiqen në botën e tyre të fantazisë, apo edhe në varësi të ndryshme për të shpëtuar nga realiteti i dhunshëm emocional. Toksiciteti këtu është dominimi total. Njëri partner komandon dhe tjetri thjesht ekziston si hije. Si të dalloni shenjat e para të partnerit toksik? Kur sapo kemi filluar një njohje, jemi të verbuar nga dopamina, por ka disa detaje që astrologjia dhe psikologjia na thonë t'i vëzhgojmë me kujdes. Bombardimi me dashuri, love bombing. Nëse një luan ose një akrep ju premton botën në javën e parë, kini kujdes. Kjo është shpesh një mënyrë për të krijuar një varësi të shpejtë emocionale. Kritika e fshehur si këshill. Nëse një virgjëresh apo një bricjap fillon të sugjerojë se si duhet të ndryshoni miqt ose stilin e jetës, ky është hapi i parë drejt kontrollit. Mungesa e qëndrueshmërisë. Nëse një binjak apo një shigjetar zhduket dhe rishfaqet pa shpjegim, ata po testojnë kufit tuaj dhe sa shumë mund t'ju shpërfillin pa u ndëshkuar. Përplasja e elementeve, ku natyra kthehet në kaos. Për të kuptuar plotësisht pse disa marrëdhënie janë kaq toksike, duhet të shohim përtej shenjave individuale dhe të shohim elementet. Toksiciteti shpesh lind kur një element mbyt tjetrin. Kur zjarri, dashi, luani, shigjetari takohet me tokën, demi, virgjëresha, bricjapi, fillimisht ka një ndjenjë stabiliteti, por me kalimin e kohës, toka mund të ndihet e djegur nga kërkesat konstante të zjarrit për vëmendje dhe dramë. Nga ana tjetër, zjarri ndihet i mbytur nga pluhuri i rutinës së tokës. Ky fërkim krijon një ambient ku asnjëri nuk mund të marrë frymë lirshëm. Kur uji, gaforja, akrepi, peshqit takohet me ajrin, binjakët, peshorja, ujori, krijohet një mjegull e dendur. Uji kërkon thellësi emocionale, ndërsa ajri kërkon lartësi intelektuale. Ajri do të diskutojë për problemin, ndërsa uji do ta ndjejë atë. Toksiciteti këtu vjen nga invalidimi i ndjenjave. Partneri i ajrit do t'i thotë ujit, po bëhesh i parsyeshëm, dhe kjo fjali është thika më e mprehtë për një shpirt emocional. Mjeshtëria e manipulimit. Kush e përdor heshtjen dhe kush fjalën? Në një marrëdhënie toksike, mjetet e komunikimit kthehen në armë. Shenjat e tokës dhe ujit priren të përdorin heshtjen dëshkuese. Nëse nuk bëni atë që ata duan, ata mbyllen në vete, duke ju lënë në një vakum emocional, ku ju luteni për një fjalë të vetme. Ky është një manipulim i pastër që synon t'ju bëjë të ndiheni fajtor për ekzistencën tuaj. Shenjat e zjarrit dhe ajrit, nga ana tjetër, përdorin agresivitetin verbal ose gaslighting. Ata mund t'ju thonë gjëra aq lënduese sa t'ju bëjnë të dyshoni në vlerën tuaj, ose t'i rrotullojnë faktet aq shumë sa në fund të debatit. Ju jeni ai që kërkoni falje, edhe pse ishit viktima e parë. Të mësosh të mos i besosh dikujt që përdor këto teknika është hapi i parë drejt lirisë. Si të thyeni mallkimin e partnerit të gabuar. Shumë njerëz thonë, pse më ndodh gjithmonë mua? Pse tërheq gjithmonë akrep kontrollues apo binjak të paqëndrueshëm? Përgjigja fshihet te plagët tuaja të pashëruara. Ne shpesh kërkojmë te partneri atë që nuk kemi mundur të zgjidhim me prindërit ose me veten tonë. Identifikoni modelin. Shkruani emrat e 3 personave të fundit që ju kanë lënduar. Gjeni pikën e tyre të përbashkët astrologjike. A janë të gjithë shenja të zjarrit? Atëherë ju mund të jeni të varur nga adrenalina që sjell konflikti. Vendosni kufi të pakalueshëm.
Një partner toksik do të testoj kufit tuaj që në takimin e parë. Nëse thoni jo për diçka të vogël dhe ai insiston ose ju bën të ndjeni keq, ky është momenti për t'u larguar. Mos prisni që gjërat të përmirësohen. Ato vetëm do të përshkallëzohen. Rilidhuni me elementin tuaj. Nëse jeni një shenjë uji që është tharë nga një partner zjarri, kthehuni te gjërat që ju ushen. Arti, vetmia, bisedat e thella me miq të vjetër. Rregulloni ekosistemin tuaj të brendshëm përpara se të ftoni dikë tjetër brenda. Shërimi pas tuhis. Jeta pas një shenje toksike. Largimi nga një partner toksik është si të dalësh nga një varësi nga droga. Do të ketë periudha tërheqjeje, idral, ku do t'ju mungojë intensiteti i tyre. Mund të mendoni se askush nuk do të më dojë kaq fort sa ai va ajo. Kjo është gënjeshtra që toksiciteti ka mbjellë në mendjen tuaj. Dashuria e vërtet nuk duhet të ndihet si një luftë e vazhdueshme për mbijetesë. Ajo duhet të jetë e qetë, mbështetëse dhe, mbi të gjitha, e parashikueshme në kuptimin e mirë të fjalës. Ju meritoni dikë që nuk ju mban në ankth për mesazhin e radhës, apo për disponimin e tij në darkë. Yjet na japin prirjet, por jo fatin përfundimtar. Një akrep mund të jetë partneri më besnik dhe mbrojtës nëse është i vetëdijshëm. Ashtu si një binjak mund të jetë partneri më argëtues dhe frymëzues. Por kur këto shenja nuk kanë punuar me veten, ato bëhen pasqyra të errta. Mesazhi final. Besoni intuitës suaj, jo vetëm horoskopit. Në fund të këtij rrugtimi prej mira fjalësh, e vërteta më e madhe është kjo. Trupi juaj e di përpara mendjes suaj. Nëse ndjeni një shtrëngim në stomak kur partneri juaj hyn në dhomë, nëse ndjeni të lodhur pas çdo bisede me të, ose nëse gjeni veten duke fshehur gjëra nga miqtë tuaj, sepse keni turp nga sjellja e partnerit, kjo është shenja juaj. Mos i besoni kur dikujt që ju bën të ndjeni i çmendur për shkak të ndjenjave tuaja. Mos i besoni kur dikujt që përdor dobësitë tuaja si municion në debate. Dhe mbi të gjitha, mos i besoni idesë se duhet të vuani për të merituar dashurinë. Zodiaku është një mjet për të kuptuar dritën dhe hijen. Zgjidhni dritën. Zgjidhni veten tuaj mbi çdo premtim hyjor. Partneri juaj ideal nuk është ai që ju bën të digjeni nga pasioni e pastaj të mbeteni hi, por ai që mban një flak të ngrohtë dhe të qëndrueshme, duke ndriçuar rrugën tuaj pa ju verbuar.